në një seri tjetër të vlogut. Kemi në një ujvar, shoqërimi i burrit polak, ne themi Jack. Përshëndetje. Mirë se erdhët në një seri tjetër të vlogut, që ne jemi në Greqi, por kjo zona ku jemi quhet Maqedonia Qendrore, sepse njëherë në një kohë këtu kanë qenë maqedonasit dhe jam shumë e sigurt që mbase ka prap shtëpi të jetuar nga maqedonasit, edhe pse jetojnë në Greqi. Dhe kështilla që është mbrapa nesh është kështilla Platamona, që është një kështjellë bizantine e ndërtuar në shekullin e 13, rreth vitit 1200 e ca. 1208 mos gaboj, do ta shkruaj këtu lart që ti je më e sigurt. Dhe arsyeja që pse kjo kështjellë është kaq turistike është sepse thash ka qenë e krijuar nga maqedonasit dhe është mbrapa, do të thënë para një mali dhe për të përqendruar te deti, që nëse vinte pushtuesit nga deti, njerëzit apo ushtar nga kështjella mund ta shikonin dhe mund të mbronin më mirë vendin e tyre. Normalisht më vonë u pushtua nga grekët dhe është në tokat greke, edhe pse edhe kur e shikon në Google Maps apo kur shikon për të kështjellë, quhet kështjella Platamona në Maqedoni të Greqisë. Pra është pak konfuze, por do të shikojmë se çfarë bukurie do na japi kjo kështjellë dhe çfarë mësimesh do nxjerrim sot nga ky udhëtim. Hajde të udhëtojmë bashkë. Amerikanët jemi shumë të llaztuar, sepse kudo që vete për turizëm në Amerikë, ta shtet kështjellë, ta çfarëdo që të jetë, do ketë ascensor apo do ketë një vend që shumë e thjesht për njerëzit me karrocë që nuk ecin dot për të vajtur. Kurse këtu në Greqi, për vajtje kështjellë duhet parkosh komplet aty poshtë dhe duhet ta ngjitesh. Dhe nuk është se është me shkallë, apo ja tregoj se si po i ngjisim, se kemi edhe tezën e burrit që është në moshë të madhe, dhe ajo sa e pa shëmtoi turin, nuk i pëlqeu, kështu që siguroni kur vini këtu të jeni në formë dhe që mund të esni, sepse nuk ka mënyrë tjetër për të vajtur lart. Keni kujdes, sepse gurët janë shumë të rrëshqitshëm. Nuk di çfarë keni veshur sot, apo çfarë do vishni kur të vini, ja këtu janë shumë rrëshqitshëm, pra mund të thyesh qafën. Që mundohet të ikni me shumë kujdes apo të merrni atlete shumë të mira. Unë s'kam marrë dhe përgatitur si gjithmonë. Më pëlqen që si pjesë e kësaj kështjelle kanë ruajtur edhe këtë pemë që duket që është shumë e vjetër, është disa vjeçare. Mund të kenë prerë nga 2 degë, por shiko sa të gjëra dhe të mëdha janë degët e saj. Ca i kanë prerë, se mbase janë duke dëmtuar poshtë sipër këtij murit, zërë se po e mban murin si themel. Dhe çdo gjë këtu më kushton tamam kujton atë kështjellën e Shkodrës ose Kalan e Shkodrës. Pra tamam çdo gjë që ti mund të presësh në ndërtimin e një kështjelle bizantine të shekullit 13. Ka një pemë tjetër shumë e vjetër, dhe nëse mendoni që nuk është shumë gjë veçantë, shikosh pema dhe shikoni ku rrënjët e pemës kanë dalë nga muri. Dhe prap muri nuk është prishur, zërë se ka kaluar dhe vazhdon më tutje. Në shumicën e monasterëve apo kështjellave vende turistike që në Greqi, nuk është më shumë se 3 euro personi dhe normalisht nëse ju vjen mbi një moshë më 65 vjeç e lart, mund të merrni një diskaunt, pra duket se është vetëm 1 euro, 1 euro e gjys. Por pra për neve që jetojmë në Amerikë është shumë lirë, sepse neve për vajtur në një vend cop pagojmë 15-18-20 euro, pra $20 për person, që të vesh thjesht në palazh të një liçeni, pagon $5 personi, a $4 personi, diçka e tillë. Në që nuk ka asnjë gjë turistike, pa le të vesh në kalaj, kështjella, do të thënë është minimum 20, 25 e tjera me radhë. Pra është lirë, nuk është shtrenjtë dhe ditë që ato fonde vjen për të mirë mbajtur këtë kështjellë.
Pra këtu tregon dhe hartën e sa e madhe është kjo kështjellë dhe formohet nga 4 kulla kryesore për të parë pra nga ana e detit, nga ana e malit, pra s'mos vijnë përshtuesit. Dhe thotë që është ndërtuar në shekullin e 10 apo 11, pra akoma më herët, po mos gaboj në shekullin e 12 ishte ku grekët, si thua, e kanë pushtuar. Po të vjen re që ka nisur ndërtimet e saj që në fillim. Normalisht një kështjellë nuk ndërtohet brenda ditës, do ndonjëherë shumë kohë të madhe. Ka kështjella në botë që janë dashur 100 vjet, mos më shumë 600 vjet për të ndërtuar. Për shembull, po të vini re kështjellën në Vjen ose katedrale, më saktë nuk është as kështjellë, thonë që është dashur rreth 60 vite për të përfunduar, mos më shumë. Brenda kështjellës, shikoj që ka mbyllë dhe fruta, pra kemi një fik aty, kiwi dhe këtu kemi sheg. Pra nuk e di pse grekët, më saktë, jo nuk e di, po e di pse grekët adhurojnë që baj. Ky është, ju në bjema i verio? Ky është këshurimi i burit polak, e ka emrin Jacek, po ne themi Jack. Për shëndet, ja? Ja, shumë mirë. Ky ka ardhur në dasmën time ku jam martuar. Edhe ka kërcyer vallesh kënaqur, like I'm telling them you have been on my wedding and it was the best experience. Më thëna, edhe me vite me radhë, i mbamën të gjitha këngët e dasmës time dhe zërë se i këndon përmendesh. But unë dhe Gjeku kemi shumë përbashkë se na pëlqen të jemi spontan, na pëlqen të bëjmë festa, like dance, party. For sure, yeah. Dhe këto pushime në Greqi, po kemi marrë edhe Gjekun, pasi ishën Poloni të shtëpia. Për disa ditë, të vizituam Poloninë në vende të ndryshme, dhe thash pse jo, të kalonim më shumë kohë bashkë, sepse nuk është se takohemi shpesh, njërë në vit, njërë në ushdi. Edhe vetëm këto 2-3 vitet e fundit, ka qenë ajo që neve kemi vendosur vitim dhe Poloni të pak njërë në vit, jo vetëm në Shqipëri, sepse tek e fundit gosat janë gjysmë polake, dhe duam që ato të mbartin kulturën, të mësojnë më mirë gjuhën, të njohin njerëzit e tyre dhe pse jo. Brenda kështjellës janë, si thua, rënojat apo themelet e një kishe të vjetër, ku ushtarët luteshin si para se të vinin luftë apo nëse vinin në një pushtues. Edhe shumë pak mund të shikojmë këtu që kanë ruajtur pak çfarë është pikturuar brenda kishës. Normalisht ka qenë e vogël, sepse është kështjellë, nuk është një qytet i tërë. Këtu ka qenë hyrja, po e vëmë re që disa nga ato normalisht janë moderuar, ja duket që kjo është beton, pra nuk është themeli origjinal. Kanë munduar të ndërtojnë, duke mbajtur edhe çfarë ka qenë e paprishur. Kjo është një kishë tjetër që është brenda kështjellës, normalisht s'ka mbetur gjë. Nuk e di pse janë 2 kisha, mbasi njëra përdoreshe për lutje, tjetra përdoreshe për mbledhje, ku i diet. Por mendoj që kështjella nuk është super gjigante. Prapa ta munduar që të krijojnë këto, si thua, çati, që ta mbrojnë sa më shumë këto themele, mos që janë qendra kryesore, që mos të prishen nga shiu, nga ngricat. Normalisht kanë mundur të kenë këto topat e luftës me drujën origjinal, më shumë sa i vjetër është ky dru. Edhe normalisht janë jashtë funksioni, biles ky topi është pak si prishur këtu, edhe drejtohet deti, sepse shumica armiqve në Greqi vinin nga deti, sepse Greqia ka male shumë të mëdha dhe jo shumë armiq vinin nga malet. Kur mendojnë që 2 janë shumë, ja kur është një kishë tjetër e tretë, mund të shkojmë pak ato pikturat në mure dhe plakat e vjetra. Këto plakat origjinale ku kanë qenë, domethënë jo aq të vjetra, kanë qenë si ngjyrë tulle. Po me kalimin e viteve bëhen si të bardha, sepse i pam në manastirin e Meteora. E kam bërë të me drushëreve, mund të shikojmë më mirë, pra zërë se futëm brenda kishës. Ja të shikojmë si çfarë bëhet. Këtu po të vini re ka ca vrima, që ma do mundja shikonin për pushtuesit. Ja këtu janë edhe shtëpizat, normalisht ka rënë muri.
bërë një kish, tamam, për të lutur, për normalisht, dhe se si kishat më përpara kanë qenë, për të treguar. Edhe grekët i kanë shumë tradicionale këto kisha, biles kemi parë kisha ortodokse në një farë mënyre edhe në Shqipëri, të tilla që ngjanë shumë të ngjashme. Edhe pse nuk jam fetare dhe jam muslimane, kudo që ka mundësinë të ndez qirin për të afërmit e mi, për shëndetin e tyre, për harmoninë e tyre, e bëj, sepse mendoj që prapë është një farë mënyre energjie pozitive që t'i jep dhe tërheq. Këtë qiri po ndaj për një të afërt në mi, që mos të kenë sëmundje, mos të kenë dhimbje, po të ke vetëm harmoni dhe lumturi. Dhe këtë për familjen time. Tregon se si është një normalisht shembull, sepse nuk është e vërtet, po tregon se si shtëpit e ushtarëve, shtëpit e njerëzve të thjeshtë ndërtoheshin në këtë mënyrë që nga larg mos të dalloheshin, pra të ishte si kamuflazh poshtë kështjellës. Edhe po të vini re, aty është një dere vogël që hynte brenda dhe i shpit zërë si ndërtonin brenda malit, pra brenda dhe normalisht hapën një si tip grope që të kishte ajër apo të kishte dritë, që pushtuesit kur të vinin në majtë të kështjellës, nëse pushtonin, nuk do arrin ta shikonin shtëpitë që ishin poshtë. Ja një shembull nga afër, ku këtu është porta, si thua mëngjetare, dhe këtu sipër në vedet si bie çatia, çfarë mund të kishin të lartë, pra dhe ku qëndronin jashtë, pra balkona, pra kështu ndërtoheshin.